Prindërve zakonshëm nuk janë të mira se fillon fëmia pastaj me u bë konfuz, a është e mirë ose jo. Për shembull, Okej. nëna nuk don me i dhon shpesh herë nanat nuk dojnë me i dhon gjëra të ëmbla, kullore, kështu gjëra. Edhe fëmia fillon me qajt baba. Okej, ja marr. Kjo krijon një konfuzitet atë. Nuk e din se cila është e sakta, edhe mendon që është e mira kullola, se baba po ma vlen, nuk është që është e dëmshme. Po nana po më thot jo, thjesht se ju ka tek me thonë jo. Me kuptu që të prindërve urdhrat, privimet janë të tëre, edhe herë do kur kemi kuptu që janë të shëndetshme, mirë po janë të një fjale, jo me kriju konfuzitet. I thot jo nëna, i thot jo edhe baba, edhe pastaj nuk ka me pas problem fëmija mes të kush me bo kërkesat, se kur janë qëto dilema, pastaj fëmijët fillojnë me mendu që gjithë shka që une kam dëshirë unë e meritoj. Edhe gjithë shka që une kam dëshirë është e mirë. Jo, prindi, kur i thot jo për diçka, me dojë mos nuk është e mira për të. Edhe i thuhet jo. Po këto dilemat mes prindërve, sidomos dilemat në vete, në prindrim, janë shpesh herë që i bëjnë prindrit me i bë dhuratat shtrenjta fëmijëve. Edhe janë dilemat cilat unë i them shpesh mos keni dilema në prindrimin tuaj. Se në momentin që ti ki dilemë, prap fëmijën e bën konfuz. Edhe ti për me plotësua dilemën tënde, shkon ja bleni dhuratë shtrejt. Për shembull, fëmia 3 vjeç, 300 euro dhuratë, mendoj që është jo e mirë. Përveç që është jo e mirë, mendoj që është e pa arsyeshme për prindit. Edhe pastaj fëmia nuk mendon se çysh me arrit diçka, po thjesht çysh se i meriton gjitha. Ne e ke pa edhe banesa dhe punën që e bëjmë edhe për fëmijën tim, fëmija ende s'ka lindur, kjo ja blen shtëpinë e re. Sikur na jena të rrit fëmijë dembela që veç kanë me kërku. Sikur në YouTube, klikon, i del pamja që dojnë me pa, edhe ç'është fëmijë. Sikur rrin, ulen edhe çka dojnë me kërku. Unë shpesh herë shoh fëmijë me cilët punoj në për shkolla, e shoh që prindrit pikë pavarësie nuk japin fëmijëve. Edhe fëmijët i mësohen me bë urdhrat, me dhënë urdhra. Ujë, buk, kaq. Edhe menjëra di plotësohet. Pastaj kanë probleme, jo nuk po rrin fëmija në shkollë. E sheti fëmija, vjen prindi thot, po ankohet fëmija 7 vjeç për një mësuese 30 vjeç përvoj, që po e ngrit zërin. Edhe çat bëjmë mësuesja ta ndryshojë stilin e mësuesrisë së saj për shkak të fëmijës tënd, po ndra mësuesa nëse ty s'po të pëlqen, po fillimisht ajo është të manipulu, nuk e kuptojnë prindrit, mendojnë që fëmijët e vet, unë e njoh fëmijën tim, ky më kallzon drejtën mua, ky me